kam dëgjuar përmes mjeteve të informimit të dy vepra i penale, të cilat kanë ndodhur nga ana e pjesëtarët të Policisë Kosovës. Kjo nuk është një gjë e mirë, policia edhe pse ka një profesion, do ta quaja pak me stres, profesion jo i lehtë, ata shumë shpesh kryejnë detyrat e tyre duke u bazuar në ligjin e policisë dhe rregullore të tjera, po edhe kushtatutën e Republikës Kosovës. Po një organizatë kaq e madhe se ata mund ndodhë që disa prej individëve të kryejnë edhe kësi vepra të cilat nuk janë të mira as për Policinë e Kosovës, as për shoqërinë kosovare, as për askund tjetër. Unë mendoj se janë disa segmente që ndikojnë këtu ose kushte, faktorë, të cilat mund të shtyjnë policë të kryejnë vepra penale ndryshme, e në këtë rast edhe këto të cilat ju i potencuat. Mendoj se spari do të jetë një mbikëqyrje brendshme e organit policor. Nuk do të pritet se ju me siguri e dini që inspektorati ka vepruar këto për këtë arsye sepse ka edhe si mandat. Unë mendoj se policia, udhëheqja policore nuk do ta pret inspektoratin për këto gjëra. Duhet sikurse një familjar, një kryefamiljar që shikon familjen e vet, që kujdeset për anëtarët e familjes vet se mos po reagojnë diçka negativisht në shoqëri, edhe policia duhet përmes udhëhecëve vet të shikojë të jetë pak më shumë, të ketë një mbikëqyrje më tepër dhe përveç se të krijojë kushte, pagat më të mëdha atëra të loboj të qeveria e dikun tjetër, ajo edhe të krijojë kushte të tjera brenda stacionit dhe të përcjell edhe individët e vet brenda policisë se si janë duke kryer detyrën ose autorizimet e policisë. E vërteta është se nëse janë të përfshirë vepra penale dhe konstatohet kryerja e veprës penale, ata nuk do të kthehen kurrë. Ata do të shkojnë në burg si çdo qytetar i rëndom. Po nëse nuk argumentohet kjo, nuk provohet, me siguri se individët e caktuar brenda policisë që dyshohet, po dyshohen se kanë kryer këto vepra penale, atëherë duhet të kthehen pas 6 muajve. Kjo varet pak edhe prej intensitetit e hetimeve, prej prokurorit, hetuesit që udhëheq rastin dhe shumë momente tjera të cilat kanë ndikuar në kryerjen e veprës penale. Së pari mendoj se organi i policisë duhet ta ndryshojë formën, duhet ta ndryshojë metodologjinë e punës. Ju e dini, di që hulumtoni, në krejt botën policia tashmë ka filluar të kalojë nga ato sjelljet standarde të zbatimit strikt të ligjit në një segment tjetër ku bashkohet me qytetarët dhe bashkëpunim me ta kryejnë detyrat dhe funksionet e tyre. Nëse kjo ndryshon, unë ju garantoj se do të ketë shumë pak punë për inspektoratin policor, për mos thonë se do të mbyllet krejt, por do të ketë shumë pak punë sepse atëherë policia është më afër qytetarëve, kryen detyrën bashkë me ta, nuk gabon ndaj tyre e kështu me radhë. Por sa i përket inspektoratit, unë mendoj që kur është fjala e arrestimit do të pas kujdes. Personaliteti i individit është një nga ato faktorët e parë që duhet shikohet te individi, jo vetëm mbrojtja e drejtave personale të tij, po edhe e kaluara e tij. Ai ka krijuar një personalitet. Policia këtë gjë krijojnë me përvojë, duke kryer detyrën e tyre me përvojë të madhe, për shembull 10 vjeçare e tjera. Unë mendoj që inspektorati së pari do t'i kushtojë rëndësi jo kuantitetit, sa për supozojmë kallëzime penale ngriten brenda muajit apo vitit apo 6 mujorit parë e tjera, po të jetë kualitative. Ato kallëzime penale të cilat ngriten, unë i ftoj të përcjellni këto, sepse mund ndodhë që një kolonel arrestohet, paraburgoset ose një togerë e tjera dhe në fund të shpallet i pafajshëm. Mendoj se kjo është e keqe. Prandaj këtu do të pas kujdes inspektorati duke u kthyer në pyetjen e juaj. Natyrisht në përfshirjen e veprave penale nuk përjashtohet asnjë individ, domethënë se çdo individ pavarësisht pozitës së tij ai mund të përfshihet në vepra penale, megjithatë zyrtari policor i Kosovës duhet ta ketë pak më kujdes për faktin se i din edhe pasojat ligjore që vijnë pas kryerjes së një vepre penale. Mirë, po sa përket fajit nuk mund ta gjejmë fajturin sepse ne nuk mund ta gjejmë se kush është faji pse zyrtari policor përfshihet në vepra penale, mirë, po mund të aludojmë apo mund të supozojmë se gjendja shoqërore
edhe ekonomike, sociale dhe gjendja në cilën aktualisht po kalon në qytetarë i Republikës Kosovës, natyrisht e ka rritë numrin e rasteve të veprave penale, duke përfshi edhe zyrtarët policorë që nuk përjashtohen nga mundësia për me u përfshi, ndoshta edhe shpesh herë edhe pa dashje ose pa pojë e tyre. Veprat penale janë të përcaktuara dhe në disa llojeve të veprave penale ku janë të përfshirë zyrtarët shtetërorë, në rastin konkret që po pyetni për policë, atëherë dënshmëria mund të jetë më e lartë për personin zyrtar se sa një person apo qytetar i rëndëmt i Republikës Kosovës. Mirë po jo të gjitha veprat penale e kanë të kualifikuar personin zyrtar si kryerës potencial. Pra, në qoftë se vepra penale parashë dënim të përcaktuar për veprën apo llojin e caktuar të veprës penale për 2 viteve, mund të ketë kualifikimin e saj, nëse vepra penale kryhet nga personi zyrtar në gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, dënshmëria mund të jetë më e lartë. Mirë po gjykimi nuk dallon asgjë prej gjykimit të një qytetarit të rëndëmt të Republikës Kosovës. Në parim, Policia e Kosovës, jo inspektorati, po Policia e Kosovës e kryen një verifikim paraprak për gjithë rekrutët që aplikojnë për me u bë zyrtar policor. Mund të themi se ka lëshime në këtë proces të verifikimit, mund të ketë lëshime dhe si pasojë e lëshimeve mund të inkorporohen, respektivisht të inkuadrohen në kuadër të Policisë së Kosovës persona që kanë prirje për veprime kriminale, mirë po prapë filteri që kalojnë është konsiderohet i mjaftueshëm për verifikim, mirë po në të ardhmen ata herë pas here mund të përfshihen në vepra penale, të cilat nuk do të mund të parashikohen apo mund të parandalohen me këtë filtrin e verifikimit. Prandaj Policia e Kosovës nuk është shumë pajtuar pse një individ i saj mund të përfshihet në vepra penale. Për shembull, rastet që po i përmeni jo, që është në familje ose rasti rrëmbimit është diçka tjetër, sepse ajo nuk mund të kryhet pa dashje edhe të direkte, ndërsa këtu dhunës në familje janë raste me karakter social që mund të ndodhin edhe në familjen e zyrtarit policor, po edhe në familjen e çdo kujt, kështu që nuk mund të fajsohet të zyrtari policor apo inspektorati policor pse ka ndodhur një dhunë familje. Fundi fundit na do të presim nëse ka ndodhur një dhunë familje, atëherë do të pritet vendimi përkundimtar, sepse nuk e dihet kush e ka shkaktuar atë dhe pse u shkaktua ajo, edhe pse arsye nuk ka shkaktimi i veprës penale, megjithatë duhet të shikohen gjitha rrethana derisa të vjen vendimi përkundimtar, pastaj të merren masa adekuate nga Policia e Kosovës dhe inspektorati. Radhësisht suspendimet janë me afate të ndryshme, ka suspendim 48 orë, ka suspendim 1 javë, 2 javë, 3 javë, 1 muaj, 6 muaj, mirë, po për vepra penale që janë të vepra të korrupsionit zyrtar në kuadër punës, kuadër detyrës, natyrisht suspendimi mund të jetë më i gjatë deri në ngritje të akuzës ose deri në përfundim të procesit gjyqësor, varësisht prej situata dhe vepra për cilat është duke u hetu zyrtari policor.